Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Arbëria, mirë se erdhët në emisionin radhës, në emisionin Bol. Garas për shtetin lokal, gati po e vijë edhe fundi, 12 tetori është data ku qytetarët do të drejtohen kutive të votimit për të fituar besimin e ri për kryetar komune, po ashtu edhe për kuvende komunale. Në garën për kuvende komunale në Malishevë është edhe aktivistja Shqipe Ahmeti Berisha, ku të diskutojmë lidhur me aktivizimin e saj në politikë dhe politikat që do të ndjek lëvizja vetëvendosje në Malishevë. Përshëndetje zoti Ahmeti, faleminderit që gjetët ku të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si po shkon procesi i fushatës zgjedhore në këto ditë? Kemi hyrë në javën e fundit. Procesi është të shku në rrjedhat e veta normale. Ne po bëjmë fushat ashtu sipas kushteve dhe mundësive tona. Fushata jonë ka qenë e përqendruar me takime me grupe të vogla. Fushata është e qetë, e rregullt, në kuadër të normave të rregullta të një fushate elektorale komunale. So po mëni të shpalesni programin, po ashtu edhe kandidatët tek qytetarët. So po keni gjeni mbështetje tek qytetarët dhe cila është oferta e lëvizjes vetëvendosje në këtë zgjedhje për zgjedhjet e vitit e 12 tetorit të vitit 2025? Kryesisht takimet e para me qytetarët nuk kanë qenë për me shpalos programin, muj me thonë ashtu, po kanë qenë takime ma shumë informative për me i pa shqetësimet e qytetarëve, për me kuptu çka është prioritet për ta. Normal se nashta nuk kemi mujt me i taku gjithë qytetarët, po pjesën që kemi taku ne. Mandej kemi fillue takimet edhe me kandidatin për kryetar, dhe kandidati për kryetar ka ardhur me neve në takime ku i kemi organizuar në përfshatra, e ka shpalos programin e vet, idejt e veta për çështjet që preokupojnë Malishevën dhe për çështjet që do t'i ketë parasysh në mandatin 4 vjeçar tashëm. Keni qenë aktivist në kohët të ndryshme, keni qenë aktive që nga pas lufta në luftë edhe në epokat të ndryshme. Tani keni hyrë garës zgjedhore në komunën e Malishevës për të fituar mandat për kuvendare në kuvendin komunal në Malishevë. Çfarë do të thotë për Shqipe Ahmetin Berisha kjo garë? Me thonë drejtën, kur ma kanë bë ftesën, kam hezitu bukur shumë, se ka qenë një kohë e gjatë që kam pushue, kam dalë për këtyne rrjedhave, një ambient tjetër, një ambient tjetër ka qenë kur e kem fillue. Vitet 80-10 aktivizmi jonë ka qenë aty ku ka qenë një protest, kemi marrë pjesë si studenta, o ka një formë tjetër e aktivitetit. Pas e kam vazhdu në Këshill për drejtat e njerëzit, e kam fillue, me thonë rastësisht, edhe kur ma kanë ofru mundësin, nuk më ka pëlqyer, nuk kam dasht, nuk e kam besu që me rrugë të këtilla mujna me mri qëllimin tonë. I pa ta thonë bile asaj shoqës që erdhë me kërku mu aktivizua, thash kur të bëhet koha për me akris luftës termini, tash mos më theni për këso gjana. Po erdhë indjeri Shaban Shala, bashkë me atë shoqën, Sala Berisha, Shala, erdhë në shtëpi edhe me i lanë do letra me të butë zonat, thanë me i të butë të zonat prej vitit 1924 deri në ditët e sotme që ka ndodhë, sa janë maltretu, sa kanë qenë të burgosën, gjithë ato zona, sa janë vras, edhe në luftën e Shaban Pollurës, edhe e kemi përfshi edhe rastin e Tivarit, ato raste që kanë qenë aty, që ku mujtone me i identifiku, edhe me marrë shënime me identifiku qëto të dhëna. Mu do shumë interesant, mu do shumë e rëndësishme, para se me konë interesant, tepër e rëndësishme,
edhe menova që do ta jap një kontribut, dola i të bova ato dhona, po masanena i më tërhoqën ngjarjet edhe meta në Këshillin për Drejtat e Njeriut, ka qenë një punë tjetër, kuptohet. Një aktivizëm krejt tjetër, krejt vullnetar, me sfida, me rreziqe, po e kam pas shumë të rëndësishme edhe për mu ka qenë një shkollë, me thonë drejtën, një shkollë, se kemi pas takimet ndryshme me delegacionet ndryshme, prezentimet ndryshme të dhënave. Mandej ka fillu lufta UÇK-s, edhe ju kom bashkangjit luftës UÇK-s, shpesh më vesin çka të ka shty, une e kom cek gjithmonë që ka qenë një përfaqësues për të drejtat e njeriut, i Human Rights Watch, një Fred Abrahams, për cik edhe me emën, se më thëshë s'do të mi cik me emën, po s'ko ku gjë sekreta, aty se s'është. Ka qenë Fred Abrahams erdhë të na për kishim me i po të drejtat e njeriut, edhe na kishim me prezentu dosjen që kishim përgatitur në komuna Drenasit, në Këshilli Drenasit, për shkeljet e të drejtat e njeriut në komunën tonë. Nuk ishte Shaban Shala aty, se kishte probleme shëndetësore, nuk ishte as kryetari Këshillit ndoket ka qenë, në Këshillit ndoket ka qenë Agim Vrellaku në atë kohë, pa dhe kishte një problem me djalin e vet, edhe merr rasti mu me prezentu dosjen. Tash, kur e prezentova dosjen, ja tregum atij përfaqësuesit të gjitha dëshmit tjera, po sikur i kaloj ke kështu pa vëmendje. Deri se ja kam tregu kopjen e ftesës të policisë, nuk e kam marrë parasysh dosjen. Kur ja kem tregu kopjen e ftesës policisë, ka kërku me ja lexu deklaratat, ka fillu me marrë shënime, dhëna, edhe ka qenë duke gjenë Gorani atëherë që i ka përkthy, ja përkthej deklaratën e atij individit, edhe atë jam bind që do të me konë faktor, do të me punu fort, se këto letra tona nuk kanë vlerë, puna jo nuk ka vlerë, pa qenë faktor, pa faktorizu edhe si fuqi edhe ekonomikisht. Ajo ka qenë që momenti që më ka lëviz definitivisht në drejtim që kom marrë masanene, që kom bashkëngjit të luftës të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Tash ka qenë, mas lufte është një ambient tjetër, me figura krejt tjera, tash me një frym tjetër. Po me gjithatë e kom pa të arsyeshme që muj me dhonë kontribut akoma, edhe e kom vlerësue respektin, ofertën që ma kanë bo, lëvizja vetëvendosje, edhe ju kom bashkangjit kësaj gare me entuziazëm edhe me angazhim maksimal për ndryshime pozitive në Malishevë. Shqipe Ahmeti, Berisha në listën e lëvizjes vetëvendose. Pse pikërisht në lëvizjen vetëvendose në këtë listë? Nuk mendoj që une mendimi im, orientimi im është i majtë. Tash mos ta marrim na se kemi bo gogol këtë majtën. Mendoj që majta është ajo që kujdeset për shtresën e gjerë popullore. Kam pas besim që po edhe kam dhënë prova që janë t'ju kujdes për shtresën e gjerë popullore, sado që na dikush i kritikon. Unë mendoj që populli i Kosovës edhe Kosova që ka dalë prej një sistemi komunist, ka pas nevojë për një social-demokraci nështë. Po të na profilizimi i partive akoma nuk është bo në emër, do me thonë, programe i kanë ashtë atë shkrume, po realisht që shpo veprojnë, edhe unë po besoj që jam në brenda synimeve të mia. Të jesh në garën për nivele lokal, do të thotë të jesh përfaqësuese e qytetarit për nevojat dhe kërkesat jetësore të cili përballet për çdo ditë. Çfarë do të thotë përfaqësimi i qytetarit nga ana e juaj, ku edhe kërkoni besimin në këtë drejtim?
Përfaqësimi i qytetarit, sipas mendimit tim, është dërgimi i zërit të qytetarit, i kërkesave të qytetarit në asamble dhe normalisht lufta, le të themi lufta, për me realizu ato kërkesa, nevojat dhe kërkesat e qytetarëve. Tash une jam prej Berishe dhe në fshatin tim, ose në të fshatrat e thella Berish, Navasell, gjatë bisedave, gjatë kontakteve, i kam kuptue cilat janë ato gjërat elementare që po ju duhen aty në këtë moment. Se po dihet që fshatrat edhe, sidomos Vishën Malore, po janë zbrazë prej rinjës gati krejt, po që ato kërkesa do të munduhem me i realizu, edhe e kom po që janë edhe të përfshime në programin, do më thonë të shumë gjana që une i kom po që kanë nevoj, që kemi nevoj si qytetar, janë të përfshime në program televizjes vendvendosje. Edhe do të bëj maksimumin tim për me u realizu në mënyrë që jeta e qytetarit me u përmisue. Jeta e përditshme qytetarit me u përmisu. Si në shërbime, si në gjitha aspektet tjera, si në arsim, në shëndetësi, në gjitha, do të kjo është ajo me çka përbollet qytetari, ma shumë. Zoni Ahmeti, i keni disa komponente që ju të gjithë kandidatet, si në listën e lëvizjes vendvendosje, po ashtu edhe në listat e tjera, nuk i kanë këto komponente jetësore që ju ka sjellë fati dhe jeta juaj. Luftetare lirisë, aktiviste, profil e shkollune edhe gjitha angazhuaren për më të mirën dhe mirëqenien e qytetarit, jo vetëm të malishevës, por edhe më gjerë. Ky background i juaj, ky profil i juaj, sa po gjen mbështetje në këto 3 javë ditë fushat, sa po mundin të shpalesni personalitetin e juaj para qytetarit të malishevës që e kanë një ofertë e cili nuk i mungon asnjë element të një qytetare të Republikës Kosovës në veçantim të malishevës. Une jam të e gjetë për krahjen, aty ku po kam kontakte me njerëzit, kam për krahje, edhe une e falenderoj bashkëshortin tim, se ma shumë po ma bën fushat e naj se une, ai e nje venin ma shumë, i nje njerëzit ma shumë, edhe po më nimon në fushat ma shumë ai, edhe normal që kam për krahje, edhe prej partisë, po edhe prej popullit, edhe prej votuesve kam përkrahje. S'paku ashtu po prezentuhen. Tash është përkrahja, do ta shohim me 12. 12 tetori do të tregon rezultatin zgjedhor dhe nëse do të jetë pjesë e kuvendit komunal. Ju personalisht, cilat do të jenë pikat që do të fokusohej si asamblejiste në kuvendin e Malishevës? Çfarë do të përfaqësoni? Pavarësisht çfarë pozite do të kemi, pavarësisht çfarë pozite do të jam nesër si asamblejiste, kërkesat themelore të qytetarëve do të jenë prioritet. Po shihet që 20 vjet nuk është zgjedhë problemi me rrymën, me ujin, me rrugët janë deri diku në qendër, po në për fshatra nuk janë në gjendje të mirë rrugët, kanalizimet, sistemi i kullimit të ujrave të zeza, të gjitha këtu janë çështje shumë të rëndësishme që tash do është me u pasharrue. Po na alo duhet mu marrë me këtu. Ato që une e kom po shumë të rëndësishme edhe që e shoh këtu, që është në këtë projekt, edhe që e kom identifiku gjatë kontakteve me qytetarin, është barazia, me qenë të gjithë të barabart, mundisi qytetarë të barabart, pavarësisht cilës parti politike i takojnë ata, ose votues cilës parti politike janë, se nuk është të thonur me konë aktivist, po edhe si votues partive politike, si pas fjallëve të qytetarëve nuk janë trajtu barabart drejtash. Pastaj probleme tjera
që për shembull në fshatrat e thella malore është problem me transporti, se veç kur ka nxënësa, ka transport, ndërsa verës nuk ka transport. Është jetike për ato zonat thella malore me pas transportin, se nështë edhe që ajo është një arsye që pelojnë vendin, po dolin, ose pelojnë fshatin, po dolin në qytet. S'po thom ata që po dolin jashtë, ajo është një problematikë edhe tjetër nivel. Po e kam fjallën për këto. Pastaj në shëndetësi ka nevojë për përmirësime. Ka nevojë për shumë përmirësime e shumë korrigjime. Njëri ndër to është edhe i parapom në program, është aktivizimi ose renovimi i maternitetit në komunën Malishevës, se dihet që secilin prej qendrave mjekësore kanë larg Malisheva. Duhet kogja një kohë e gjatë për me mri deri në qendrën mjekësore ku ka maternitet. E nevojat janë shumë të mëdha. Pastaj janë edhe shërbime specialistike që kanë qenë përpara që tash nuk janë. Unë nuk e di në Malishevë që shka qenë, po unë e di për shembull pulmologu, nuk e di pse nuk vjen pulmologu në komunën, në QKMF, po mënej. Unë nuk kam informata që vjen ai. Nashta jam gabim, po nuk kam informata që vjen pulmologu. E kjo është një problematikë që na nuk duhet me lënë me kalu qashtu, për shkak se menoj që sa kam informata unë spaku, problemet me mushkri ose me tuberkuloz kanë fillu të rriten, sepse kujdesi që konë parandalimi për kundër tuberkulozit, vaksinimet, kontrollat e rregullta janë lënë anash tash. Çdo gjona na duhet mu fokusu, edhe është edhe në program, po edhe do të shohim andej që do të shkojnë gjërat, se kjo është një program nashta ideor, për këta do të me fol kryetari, nuk është kompetencë jamja, po pastaj këto gjona do të detalizohen. So ka nevojë përfaqësimi, gruaja apo qytetarja e komunës së Malishevës. So do të jeni zë i përfaqësimit të gruas malishevase në kuvendin e Malishevës. Çdo herë themi, nëse do të jeni pjesë e kuvendit. Nëse do të jem pjesë e kuvendit, unë do të jem zëri gruas çdo herë. Çdo herë edhe kam qenë edhe më herët, edhe tashtit. Do të kujdesem që kërkesat e tyre, nevojat e tyre, të shkojnë aty ku dëgjohet zëri i tyre. Edhe t'i hekim prej asaj rutinës së përditshëm, të jenë aktive, të jenë ma aktive, si një jetën politike, si një jetën shoqërore, po para kësaj na duhet me kriju kushtet, se nuk Malisheva ka pak kushte për me u aktivizue gratë, vajzat, nënat. Duhet krijohen kushte për to, duhet krijohen qendra nashta trajnimi, duhet krijohen qendra biznesi, duhet t'i shohim të gjitha mundësitë, po gjithmonë në bashkëpunim me komunitetin, ato që janë ma prioritet për gratë dhe vajzat e komunës së Malishevës. Si e keni pa qeverisjen 4 vjeçare në Malishevë, 2021-2025? Nuk muj me thonë që nuk është punu, po është punu ajo që ka qenë nevojë për qytetarët. Ku shkon për takime me qytetarët, kanë ankesa, kanë shumë ankesa. Normal që është ndërtu një shesh, edhe që qeverisja lokale gjithmonë po fokusohet të sheshi. Mirë po qytetarët e kanë një bindje tjetër. Ata që i kam taku. Ata që i kam taku, nuk po thamë që jam taku me gjithë qytetarët e Malishevës, po ata që i kam taku kanë kërkesa edhe tjera. Nuk është, në qoftë se nuk e ki ujin, nuk e ki rrymen, sheshi nuk e di sa na një man jetën e përditshme.
përveç asajna që është dëmtu një gjelbrim, unë për veten, jam idhtare e gjelbrimit. Edhe Malisheva qysh është ty ndërtue, nëse nuk e kanë një vend ku me dal njerëzit, a e din që edhe psiqikisht nuk ka me ndiku negativisht, nëse ti rrinë banesë mshelë tanë kohën, edhe nuk i një vend ku me dal me thyat rutinën e banesës, me i qitë fëmin dikun, me i shëtit, me u argëtu, ka qenë një shesh që është bo beton. Nuk e di so ka me na shërby. Kur është koha nxehtë, jo se jo. Kur është koha e ftoftë, nuk e di që shka me na shërbijaj. Përveç parkingut, normal, po ai parking ka mujtë mu bo dhe ndryshe. Kjo është menimi jam. Lëvizja vetëvendosje në këtë zgjedhje garan edhe për kryetarët komunës me Valen Hotin. Si do ta kishit përkufizuar kandidaturën e zotit Hoti në këtë zgjedhje dhe cilat janë pritjet e lëvizjes vetëvendosje me Valen Hotin? Valonin nuk e kam njoft nashta shumë për sofrën, se thash nuk kam qenë aktive. E kam njoft si emër, po nuk e kam njoft për sofrëmi. E kam bo një shkrim edhe në Facebook, është njëri energjik, është i përkushtu, qëtë program e kam ndëgju me vesht e mi, që e ka diskutu, e ka analizu, cila është mënyra ma e mirë për qytetarin, se këtu do të thash nuk kam të drejtun e me i debatu edhe me i diskutu këtë qështje, po ato që ka i kam dëgju une, kam bindje që është shumë i përkushtum, është punëtor, është korrekt, i sakt, edhe besoj që populli janë ty e pritë mirë, kemi pritje shumë të noja. Cilat janë pritjet ku synën lëvizja vetëvendosje në këtu zgjedhje? Që në tash dëshira jonë është me fitu. Po është pak problem. Besojmë që do t'jemi në balotazh, kjo është mendimi jam, jo i lëvizjes vetëvendosje. Nuk e kemi diskutu këtë çështje, s'paku nashta unë nuk kam pas kohë me marrë pjesën e në rregull në takime me bisedu këto çështje. Për shkak edhe të obligimeve tjera, edhe për shkak të javës së fundit, se javën e fundit s'ka mujt me qenë aktiv gati hiq, se po tani flam ose grip, qysh me thonë, jom konë shumë jashtë fushatës, nuk ka mujt me qenë shumë aktive, po bindja jam që do t'jemi në balotazh. Po në kodër të listës për kuvend komunal, so synën lëvizja vetëvendosje të ketë sa asamblejës brenda kuvendit komunal? Nuk e kemi debatu me numër sakt sa. Megjithatë, kanë kaluar 3 javë, keni parë kontakte, keni posur kontakte, keni parë frymën cila është edhe cilën disponimi qytetarëve për mbështetje, në bazë të asaj sepse 12 tetor do të tregon të vërtetë. Mendojmë që mbështetja ka me qenë e njëjtë, sikur për kandidatin për kryetar, sikur për kandidatët për asamble. Zëni Ahmet, deshta ti kthejmë edhe një herë rolit të gruas në Malishev. A mendoni që ka ardhur koha që përfaqësimi në kuvend komunal të mos jetë vetëm me kohë të gjinuare, po të jetë me votë qytetare dhe të dominoj gruaja në kuvendin komunal, pa marrë parasysh cili subjekt politik i takon. A kishte ndruar, a kishte me ndruar qasja e frymës politike në kuvende komunale, jo vetëm Malishev, por ndoshta edhe në tërë Kosovën? Qëre, gruaja, sidomos gruaja nën, është burimi i dashurisë. Burimi për kujdesit. Sepse si nën vetë vinë ato cilësi. Edhe mendoj që gratë bojnë ndryshime shumë të mëdha, kudo që janë të aktivizuar edhe kudo që aktivizohen. Punojnë me seriozitet, janë të sakta, janë principiele, mendoj që do detale gratë nuk lëshojnë pe. Natyra i ka kriju tilla. Edhe, po duhet punë bukur shumë për me i aktivizu gratë, duhet punë bukur shumë
me kyç, me qenë aktive në politikë. Nuk e di pse janë të tërhiqura, po duhet kogja shumë punë. Jo veç lëvizjave të vendosje, duhet në përgjithësi. Nashta edhe për shkak se ju ka dhënë më shumë hapësirë moshkujve, janë tërhiq, nuk e kam shumë të qartë, se nuk e kemi bën, s'paku unë nuk kam pas kohë me bën një analizë tillë ose me bën një hulumtim tillë ose me i pyet gratë pse nuk janë aktive. Nashta edhe burrat i pengojnë. Unë kam biseduar gjatë kësaj kohe, për shembull me shumë të reja, ju kam thonë, ju përkrahen, po mirë, pse s'pa aktivizoni? Jo vëlla se tash jam e fejume, ose jo vëlla se tash kam u martu, janë do çështje që nuk e di, nashta dhe roli nonës pak i pengon, se roli nonës ti kufizon disa gjana një periudhë kohore, kur krijon familje, kur i ki fëmijët, nona do me konë vetë pranë fëmijës. Edhe nashta që kjo periudhë kohore pak i pengon. Po edhe për këta ka zgjidhje, se do të me u angazhu, me ndërtu qerë dhe bile kemi pas, se më konë TMK, atëhere kemi pas një farë seminari për barazin gjinore dhe që sheshe një zgjidhjen. Une pa ta dhonë një farë propozimi, për në organizatat më e nashta është ajo, mos me thash është mirë që me qenë qerdhja e fëmijëve në kodër të organizatës ku punon. Kështu që nona e ka malet edhe me u kujdes për fëmijën edhe me qenë aktive. Po sa mundet më mri kjo, nuk e di. Ideja jeme ka qenë e tillë, bilem patën për krah, tha që e përpara idenë. Po është këgjazor me që përpara idenë, të nase nuk e kemi mri zhvillimin na ekonomik për me mujt me kriju ato kushte për nonat. S'po thëmë tash për krejt gratë, vajzat edhe gratë, po për nonat, për ato që nona, sa ajo që e ka fëmijën e rritën është ma e lirë me punu, me qenë aktive, mundesh me lënë fëmijën edhe vetë në shtëpi, po kur është fëmiju i vogël është pak ma vështirë me lënë vetën me dikën tjetër, qoftë edhe me babën najherë s'don me nejtë. Fëmija s'don me nejtë. Është prej specifikës fëmijëve. Zoni Ahmeti, pse duhet të voton qytetari Malishevës Shqipe Ahmeti Berishën? Menoj se përveç përgatitjes shkollore, ato nuk po du se përgatitja eme shkollore është për inxhinierët elektroteknikës, që është tashtit e njëjtë me master, është identik me masterin e kohës sodit. Po aktiviteti jam, se unë kam luftu për të drejtat dhe nashta se di, kanë qenë 10 vjetë sakt prej vitit 91 kujtoj deri 97-ën, jo 97-ën, po 98-ën, kur ka fillu lufta, që është zgjanu, lufta masive. Prej asaj kohë deri në atë kohë kam luftu për të drejtat e njeriut. Menoj që është një sinjal që prap do të vazhdoj për të drejtat e njeriut, do më thonë për të drejtat e të gjithëve, t'i trajtoj të gjithë barabar, të gjithë qytetarët e komunës Malishevës, pa dallim përkatësie gjinore, pa dallim përkatësie fetare, nashta se nuk e di çfarë lloj besimesh kemi aty, dhe pa dallim përkatësie politike. Qytetari si qytetar, aktivisti politik është diçka tjetër, qytetari, votuesi është diçka tjetër. Edhe votuesi nuk bën të penalizohet për shkak se ka votu një parti që une nuk jam pjesë e atij subjekti, ose një parti që une nuk e du. Ta them kështu thjesht, se nuk është tu punë dashurie, këtu është çështje e koncepteve, e ideve. Nëse konceptet edhe idejt të pëlqejnë, duhet me shku mas koncepteve dhe idejve tua. Për menimin tem, konceptet edhe idejt e lëvizjes vetëvendosje janë ato të duhurat dhe të nevojshmet për popullatën në Malishevë, se tash jemi në zgjedhjet lokale dhe normalisht që po flasim për Malishevën. Sepse janë të fokusuara në nevojat e konkrete të qytetarit, nevojat bazë të qytetarit. Jo krejtësisht në zhvillimin e qytetit, po në nevojat edhe të atyre që janë në fshatrat e thella, si që janë për shembull
du me cek këto aktivizimi i qendrës mjekësisë ose i ambulancave të mjekësisë familjare, e qendrave të mjekësisë familjare, ajo në Kiev që është dhe tjerat ku janë, ato janë të lidhura drejt për drejt me hallet e qytetarëve. Edhe une do t'jem ai zëri që do të luftoj me përkushtim edhe me vendosmëri, ashtu që kam punu çdo herë, do të luftoj me vendosmëri për me i realizu kërkesat e tyre, ose nevojat e tyre, ma mirë me thonë. Edhe për fund, jeni pjesë e viteve të krenarisë kombëtare, viteve të luftës së shtrisë ligjore të Kosovës, tani koha po ecën. Cili do të jetë zëri juaj në Kuvendin Komunal në trajtimin e veteranëve, vlerave të dalura nga ushtria shërbimtare e Kosovës. Sot do të jeni zë i tyre pas se keni qenë vetë pjesë e luftës shërbimtare. Veteranët ose pjesëtarët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës janë lënë anash vazhdimisht, le ta themi vazhdimisht. Ajo pagë që marrin veteranët, dihet që nuk është një pagë e dinjitetshme. Themi s'është pagë e dinjitetshme. U mendoj që veteranët e ushtrisë shërbimtare është dashur me pas një pagë të dinjitetshme edhe për një fakt që nashta nuk jemi të gatshëm me punu në jetën civile. Na kemi kaluar situata të ndryshme, situata të rënda që kanë lënë vrag të ne. Prandaj është e vështirë me u kyç në jetën civile tash edhe me u përballë me disa probleme që na s'mujmë me paramendu. S'kemi mujtë me paramendu, s'mujmë se na kemi mendu që kur ta shlerim Kosovën, tu komu bo xhenet, le të themi. Po situata është çfarë është. Nuk po them që nuk është punu, po nuk është ajo e dëshirueshmja, qysh e kemi mendu ose qysh e kemi dëshiruar. Edhe këtu veteranët nuk janë trajtu barabar. Disa veteranë janë lënë anash, disa veteranë që kanë qenë anash janë avancu. Prandaj, kjo është një problem i thellë që nuk muj as unë si shqipe, as si asambleiste, po as komuna Malishevës nuk mundet me zgjidh në tëndësi. Sa i përket veteranët e komunës së Malishevës, normalisht që do të bashkëpunojmë me shoqatën e veteranëve dhe do t'ju ofrojmë kushtet edhe mundësitë që na i lejon komuna Malishevës brenda për brenda janë të përfshim edhe në program, s'po tham programe rehabilituese, po me organizu ekskurzione, trajtime të ndryshme, po me qenë të barabartë të gjithë. Jo një individ me u përfshi disa herë, po themin pushime, se i qojnë detin pushime, një individ me shku gati për çdo vit, ndërsa dikush prej tyre mës me uftu asnjëherë, me uftu të gjithë në për tubime, se disa ftuhen, disa nuk ftuhen. Ka dallime edhe te veteranët. Dhe këtë une do ta luftoj me tërë qenjen time. Zonja Ahmeti Berisha, faleminderit që ndatë kohën të jeni pjesë e televizionit Arbëria, ju urojm sukses dhe ju prit të bara në garat zgjedhore të 12 tetorit. Faleminderit për ftesën, edhe juve suksese në punë dhe në jetën e përditshme. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.